Unë di dhe i gjë tjetër. Nëse ka zgjedhës burra dhe djem në radhë parë në Republikën e Shqipërisë që në ditën e votimit duhet të çohen dhe të shkojnë të votojnë dhe mos ja lejojnë vetes që të mos marrin pjesë në votim, po të shkojnë të votojnë, janë burra dhe djemt e Vlorës. Dhe pastaj patjetër dhe gratë dhe vajzat, sepse nëse doni më shumë për Vlorën, atëhere unë dua më shumë nga Vlora në 11 maj. Dhe unë kam bindjen absolute që nëse Vlora përtej të gjitha të tjerave, përtej ujësjellsave, kanalizimeve, gjelbrimeve, ndriçimeve, gjitha që janë, mbahet për sensin e historisë, dhe nëse të gjithë ju burra dhe djemt e Vlorës keni dëshirë të flisni për Ismail Qemalin e të këndoni këngët e heroizmave tuaja, atëhere duhet provoni që sensin e historisë e keni dhe sot kur në 11 maj shqiptarët shkojnë në takim me historinë, jo me partinë. Do t'ishte dhe i gjë tjetër në fund fare. Në 11 maj Partia Socialiste do fitoj në gjithë Shqipërinë. Dhe po ju them në 11 maj Partia Socialiste në disa qarqe do të thyej rekord. Tani, unë mendoj që në zgjedhjet për Europën, në zgjedhjet për të bërë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian brenda 2030-s, nëse Vlora nuk thyen rekord, ky do jetë turpi i të gjithë atyre burrave që nuk do shkojnë në votime. Kjo është ajo që kam unë për burrat e Vlorës. Për ata që akoma rinë diskutojnë, se nuk po hy fare tani të flas për Leskon, se mendoj që nuk ja vlen fare, as nuk hy fare të flas për kënetën e për bufin e kënetës, se s'ja vlen fare, por mendoj dhe po e mbyll këtu që ju, të dashura shoqe, motra, zonja, duhet ta merrni përsipër Vlorën, ta merrni në krah, të mos lini shoqe e fqinje e krushk pa quar në votim,